Vazhdojnë të jeni në tutje këtu në 102.2 në edicionin më të ri të mëngjesit në Radio Plus, e cila më mundësot nga Mati se kafe. Sot I kam edhe një 3 mësafir, po 2 prej tyre I kam special, është Akilja dhe Kleopatra. Mirë se ardhët. Mirë se gjatëm. Ja u kum lodhë mësuzën për fund, për respektojna. E ka në studio dhe Donika Kovanin. Donika, mirë se erdhe. Donika është profesioniste e muzikës dhe vjen prej shkollës du studio, apo do, më falë. S'ka problem. Së është do, re, mi, fa, sol, si, apo? Pak ma herë thash sa po më pranonin kurs, po më the jo. Apo ajo, Akil? Pa, vje, okej. Donika, më nëshme nda tregu pak a shumë për aktivitetin me këta fëmijë të mrekullueshëm që ju e bëni. Atëherë këta fëmijë janë vërtet mrekullueshëm. Kursi ynë është do studio, është kurs profesional për muzikë dhe art. Të tanë janë shumë përkushtuar, kanë fituar disa çmime në gara të ndryshme, festivale të ndryshme, më falni, edhe duan shumë arte. Sipas informacioneve që keni pas shumë koncerte gjatë vitit, ndërkohë që tash keni edhe një koncert tjetër që do të jetë koncerti përmbyllës, apo me nësënsi? Po, koncerti përmbyllës do të jetë të shtunën, më 13 qershor, në ora 4. Wow. Është hapur, do të thënë koncerti edhe është hyrja e lirë, kështu që mundet të ardhë kurdo që dëshiron. Do të thonë kemi ftesën edhe na prej Radio Plusi për marrë. Sigurisht. Në do studio piano, aty do me thonë ushtroj piano me mësuesin Donik. Sa mirë. Cila është mësuesja më e mirë, Donika, pse të ka marrë me veti sot, apo jo? Donika. A bën koncerte piano shpesh apo jo? Po, do me thonë këtë vit kena pas koncerte shumë, edhe mu më pëlqen koncertet, po ashtu edhe koncerti që kom majt garën që kom fitu me 100 pikë. Sa mirë. Do të thonë ke fitu garën me 100 pikë. Edhe jeni krenar apo jo? Shumë krenar. Shumë. I ke bo krenar po besoj edhe prindrit? Po. Sa mirë, është një gjallë mrekullueshëm, cilin do të keni mundësi ta shihni edhe përmes pamjeve. Edhe po të shkoj ka piano. Ndërkohë që tani po kalojmë pak te Kleopatra, ndërkohë që Kleopatra po nduket ti je në Sollë Këndim, apo jo? Në Këndim, nëse. Ti? Si e kalon të shkolla do studio? A kaloj shumë mirë dhe jam e kënaqur të cili kurs jam, se Këndim edhe vizatën. Edhe ti në koncertën ndihesh mirë? Po. Patjetër. Cila është konga që ty të pëlqen më shumë ti që e ke kënu dhe në koncert? Konga ime që e kom kënu të më kuqet. Cila? Për ty nën, Pireteksi. Për ty nën. A mund është vësh një 2 reshta? A të vjen keq? Me këndu? Okej. Hajtë vësh 2 reshta. Nënë e dashur, trit në sytë e mi, ti e si djeli që më ngrosh do dit. Më përqafon dhe më jep dashuri, nënë e ëmbëlis gjithë bota për mua ti. Falenderit shumë, është kënaqësi këto orë të hershme të mëngjesit, edhe pse ora ka shënuar 8:30 për gjumosha. Megjithatë është ende herët, po është kënaqësi kur njerëzit të dëgjojnë zot mrekullueshëm këtyre fëmijëve që janë edhe e ardhmja jonë. Edhe po besoj që kemi me të pa Kleopatra na për këto skena më të mëdha apo tro. A ti kthena pak të mësuesit, flasim pak për mësuesën. Po. Okej. Atëherë Donika, ju jeni profesioniste e muzikës, me sa di unë je edhe pjesë e operës apo jo? Po, jam edhe pjesë e operës Kosovës, tash 4 vite. Si është të kesh aktivitete faktikisht edhe me fëmijë, po edhe në anën tjetër është e vështirë se shumë nisa prej neve e marrim si profesion të lehtë edhe po megjithatë. Sfiduese me qenë pjesë e dyjave, edhe me dhënë përkushtim sigurisht në dyjat, por zësat kanë qëlluar janë të ashtu të mirë kuptueshëm, edhe prindrit gjithashtu,
edhe po i menaxhoj shumë mirë. Ndërkohë që unë kam dëgjuar prej shumë njerëzve që punojnë me fëmijë, thonë që është një profesion i shejtë dhe është një kënaqësi e veçantë momentin kur punon me gjenerata, sidomos këto moshat që janë të vogla dhe janë të padjallëzuar mende. Edhe po besoj që i marrin informacionet e sakta. Është vërtet profesion i shejtë, është bekem me punu me fëmijët, me punu me nxënësit, sidomos me nxënës të talentuar që është bekem në veta. Është thjesht janë motiv pse zgjohem çdo mëngjes edhe përmbushen ashtu çdo moment me ato të mirat e veta që i kanë. Si është e mundshme që ky vend, domethënë, relativisht nuk ka një popullat shumë të madhe, nëse ndali me llogarisim. Megjithatë ka shumë talente dhe ka shumë të rinj që po depërtojnë qoftë në skena vendore, po dhe ato ndërkombëtare. Ky fakt më gëzon shumë që kohët e fundit prind kam fillu me u vedisu, po njëkohësisht edhe po ka shumë fëmijë të talentuar, kështu që shumë mirë se po rritet komuniteti ynë artistik. Patjetër. Dikush është piano, dikush është solo këndim, patë dhe art, me sa kuptova. Po, kemi disa drejtime, kemi piano, këndim, vizatem, flaut, violin, kitar, edhe bateri ose drums, që njohen të gjithë. Edhe interesimi i fëmijëve është i madh. Është jashtëzakonisht i madh. Po besoj që edhe prindrit janë të kënaqur. Po prindrit janë shumë mbështetës në talentin e tyre mas pare, pastaj edhe na besojnë jashtëzakonisht shumë në profesionalizëm edhe në mënyrën si funksionojmë. Kështu që po interesimi është shumë i madh. Ka nxënës që janë duke prit tash për verës me u liru pak një hapësirë kur tjerë të shkojnë pushime ose jashtë vendet, edhe me u kyç për shkak që numri është jashtëzakonisht i madh. Patjetër është kënaqësi kur këta fëmijë domethënë orientohen shumë herë që është në moshë të re në për profesione ndryshme, aktivitete ndryshme. Edhe në farë forme përpara kanë mungu këto dhe shumica prej fëmijëve kanë pas alternativë ndoshta rrugën, ndërkohë që tash është mrekullueshme kjo kur ju aktivizoni qoftë muzikë, qoftë në art e tjera, apo gjithashtu edhe në sport. Akil, a ishte fshirë intervista apo jo? Jo, ne jam i mësuar me intervista. Kjo po më pëlqen. Nëse më tregove pak më herët ti edhe pak aktron apo jo? Po. Ke marrë pjesë në të shfaqje ose? Kam marrë pjesë në reklama. Okej. Por edhe një film që pritet të dalë. Sa mirë. Edhe xhirimet janë kry. Edhe pak. Edhe pak. O, sa mirë. Mezi s'po pres më të po, se ki edhe këtë stilin e frizurës e li shumë të mirë. Faleminderit. Ndërkohë edhe ty Kleopatra të falenderoj shumë për azonën e mrekullueshme që na ke dhënë sot në emisionin e mëngjesit. Unë vetëm edhe pak po e pyes Donikën për do të ketë edhe aktivitete shtesë gjatë vitit apo jo? Po, një ditë pas koncertit me 14 qershor, që vjen ditë e diel. Këtë diele do të jetë ekspozita në objektin ku veç zhvillohet aktiviteti, është në kursën e DOS Studios që është afër Hotel Siriusit. Është ekspozitë që ka punime prej nxënësve? Po, domethënë është përmbledhja e punimeve që nxënësit e drejtimit vizatimit i kanë bërë gjatë tërë vitet, edhe do të ketë edhe face painting për fëmijët. Gjithashtu është hyrja e lirë dhe e hapur për të gjithë. Është mirë tash kur ngritën këto temperaturat, ka edhe aktivitete shumë më të mëdha. Qoftë në qendër, qoftë në qytet, po qoftë edhe shkollat e kanë pak më të lehtë ndoshta organizimin apo jo? Sigurisht. Diela është në pak më shumë energji, por nuk mungon as kohëve të ftohta. Donika, ishte kënaqësi e veçantë që ju kisha sot në studio dhe po shpresoj që do takohemi edhe herave tjera për aktivitetet që do t'i mbani, qoftë ju si profesioniste, po qoftë edhe me këta fëmijë të mrekullueshëm. Unë po shpresoj që takohemi edhe herave tjera, apo jo? Sigurisht, ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për ftesën, edhe mirupafshim herave të tjera. Akil, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij edicionit mëngjesit. Faleminderit që na ftuat. Ma ke zbukuru ditën ti edhe Kleopatra. Si jam mësu veç me të mëdhej me nej. Përburime ma të vegjël, po më jep një energji ma të mirë. Kleopatra, faleminderit shumë, që është ambitor, plan për fund prap. Po shpresoj që prap kemi mu taku edhe qoftë në koncertet e juve dhe aktivitetet e juve, edhe po shpresoj që në të ardhmen të ngritnin ato skenat e mëdhaja
Edhe unë si plak në atë kohë, dhe me thonë krenona dhe thamë, këta I këm pas studio. Faleminderit shumë. E ju miq, vazhdoni të shndroni në tutje këtu në 102.2.